Kam bërë më shumë se 300 konsulenca në këto 4 vite që kam krijuar trajnimet e mia, me njerëz që kanë probleme me varësinë, sidomos me kokainën. Dhe e di shumë mirë dëmet që të shkakton kokaina, sepse janë histori me të vërtet të dhimbshme, njerëz që kanë humbur gjithçka, kanë rrezikuar për të humbur edhe jetën, shumë herë, jo vetëm një herë. E di shumë mirë sepse edhe eksperienca ime që kam patur me substancën edhe me varësi të tjera, do thotë që më bën një njeri më kompetent për të folur për varësinë e të bardhës ose varësi të tjera. Vijnë shumë mesazhe me njerëz që përdorin ose me njerëz që kanë parë nëpër filma dëmet e të bardhës, ose edhe thjesht historinë e tyre. Mirë po kam mbledhur eksperiencën time dhe histori shumë njerëzve të tjerë dhe kam krijuar trajnimin Momenti që të ndihmon të rish i pastër, të ndihmon mos të dëmtosh dhe mos të helmosh më veten tënde. Kështu që nëse je përdorues, nëse ke vështirësi, është mirë që mos të marrësh këshilla nga njerëz që nuk ja kanë dalë ose njerëz që kanë parë historinë nëpër filma, por të fillosh një rrugtim serioz që të ndihmon të kuptosh veten tënde, të kuptosh emocionet e tua, të kuptosh cilat janë ato gjëra që të shtyjnë më shumë për të përdorur. Dhe të kuptosh një diçka shumë të rëndësishme, që pse nuk i menaxhon dot emocionet e tua nëse nuk përdor substancën. Pra të fillosh ta edukosh veten tënde duke ndetur i pastër. Kjo është ajo që kam krijuar me trajnimin Momenti, gjithë eksperiencën time personale dhe me njerëz që kanë vuajtur shumë dhe i falenderoj gjithë ata që kanë bërë konsulencat me mua ose ata që kanë filluar dhe kanë bërë trajnimet me mua, sepse më kanë ndihmuar të kuptoj akoma më shumë cilat janë dëmet që shkakton një varësi, jo vetëm atyre që përdorin, po të gjithë ambientit që i rrethon. Nëse dëshiron të jetosh i pastër, por nuk ja del dot vetë, dërgoj një mesazh dhe fillojmë një rrugtim së bashku. Kujdesu për veten.